Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë sjellë një fluks vizitorësh nëpërmjet, ku përveç bukurive natyrore dhe mikpritjes, turistët po zgjedhin të freskohen edhe në ujërat e kristalta të lumit Vjosa. Saranda vijon të jetë një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj gjatë kësaj periudhe. Vizitorët shijojnë shëtitjet përgjatë shëtitores karakteristike të qytetit, njihen me bukuritë bregdetare, jetën e përditshme të banorëve dhe atmosferën mikpritëse. Përtej detit dhe plazheve, turistët vlerësojnë edhe përvojën kulturore dhe mënyrën e jetesës që ofron qyteti. Në qarkun e Gjirokastrës vazhdon korrja e grurit, edhe pse fermerët flasin për një prodhim të kënaqshëm këtë sezon, sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë janë më të pakta se një vit më parë. Kostot e larta të prodhimit dhe vështirësitë në tregtim mbeten sfidat kryesore të sektorit. Në Bashkinë e Libovës ka nisur procesi i vaditjes së kulturës së misrit, një nga aktivitetet më të rëndësishme të sezonit bujqësor. Sipas specialistit Filip Zëra, puna po vijon normalisht me vaditjen e parë të kësaj kulture, ndërsa për shkak të disa problematikave në sistemin vaditës po punohet për një organizim më të mirë të shpërndarjes së ujit për t'u përgjigjur nevojave të fermerëve. Ju njohim tani më gjërësisht. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë sjellë një fluks vizitorësh nëpërmjet, ku përveç bukurive natyrore dhe mikpritjes, turistët po zgjedhin të freskohen edhe në ujërat e kristalta të lumit Vjosa. Në këto ditë kur temperaturat kanë shënuar pikun, të huajt përveç se vizitojnë qytetin e përmetit, zgjedhin që të freskohen edhe në ujërat e kristalta të lumit Vjosa. I'm Eugene from Paris, in France. Quhem Gjina dhe vi nga Parisi. Kam rreth 3 javë që ndodhem në Shqipëri, ndërsa nëpërmet kemi 3 ditë që po qëndrojmë. Kemi vizituar zonën, por nuk mund të rezistojmë freskisë së ujrave të këtij lumi. Është kaq i pastër dhe i freskët, një vend vërtet i veçantë. The river, it's really good. Është shumë bukur të notosh në ujërat e këtij lumi, po kaloj momente shumë të këndshme këtu. Është hera ime e parë që vizitoj përmetin, por premtoj se do të rikthehem sërish. Jo vetëm temperaturat e larta, por edhe promovimi në rrjetet sociale ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e interesit për këtë destinacion. Fotot dhe videot e publikuara nga vizitorë të ndryshëm kanë bërë që gjithnjë më shumë turistë të zgjedhin përmetin për pushimet e tyre. I'm from New Jersey, America. Mendoja se ku të kaloja disa ditë pushime dhe më sugjeruan Shqipërinë, veçanërisht përmetin. Mendoj se bëra zgjedhjen e duhur, sepse po kaloj shumë bukur. Sot notova pak, për shkak të vapës, këtu gjen mikpritje, qetësi dhe një natyrë të mrekullueshme. Me kombinimin e natyrës, klimës, kulinarisë dhe mikpritjes, përmeti konforcon çdo vit pozitat si një nga destinacionet më të preferuara turistike të jugut të vendit, ndërsa lumi Vjosa mbetet një nga atraksionet kryesore që tërheq vizitor nga vende të ndryshme të botës. Saranda vijon të jetë një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj gjatë kësaj periudhe. Vizitorët shijojnë shëtitjet përgjatë shëtitores karakteristike të qytetit, njihen me bukuritë bregdetare, jetën e përditshme të banorëve dhe atmosferën mikpritëse. Përtej detit dhe plazheve, turistët vlerësojnë edhe përvojën kulturore dhe mënyrën e jetesës që ofron qyteti. Kjo periudhë konsiderohet ndër më të bukurat për turistët e huaj që zgjedhin të vizitojnë qytetin bregdetar të Sarandës. Me temperaturat e favorshme dhe atmosferën verore, vizitorët shijojnë çdo ditë bukuritë që ofron qyteti dhe bregdeti i tij. Një nga aktivitetet më të preferuara të turistëve janë shëtitjet përgjatë shëtitores karakteristike të Sarandës. Përmes këtyre xhirove ata njihen nga afër me pamjet e qytetit, ambientet buzdetit si edhe me jetën e përditshme të banorëve vendas. Është hera e parë për ne në Shqipëri. Kjo është një nga periudhat më të bukura për të vizituar Sarandën. Qyteti është shumë i këndshëm, moti është i ngrohtë dhe atmosfera verore e bën gjithçka më të veçantë. Po shijojmë shumë detin, shëtitjet buz bregdetit dhe pamjet fantastike që ofron ky vend. Saranda na ka pëlqyer shumë për bukuritë natyrore, njerëzit mikpritës dhe mënyrën e qetë të jetesës.
Është një destinacion që ja vlen të vizitohet. Molto bello. E kemi zgjedhur Sarandën sepse është një qytet shumë i bukur pranë detit dhe ofron gjithçka që kërkojmë gjatë pushimeve. Na pëlqen shumë klima, uji i pastër dhe atmosfera që krijohet në qytet gjatë sezonit veror. Këtu mund të relaksohesh, të shijosh natyrën, ushqimin dhe shëtitjet përgjatë Bregdetit. Është një vend i veçantë dhe dua t'ua rekomandoj edhe njerëzve të tjerë që duan të zbulojnë një destinacion të bukur. Përtej plazheve dhe bukurive natyrore, turistët kërkojnë të zbulojnë edhe kulturën, traditat dhe mënyrën e jetesës në Sarandë. Kontakti me komunitetin vendas dhe atmosfera mikpritëse e qytetit janë disa prej arsyeve që e bëjnë Sarandën një destinacion të preferuar për vizitorët e huaj. Çdo ditë bëjmë shëtitje përgjatë shëtitorës së Sarandës dhe na pëlqen shumë atmosfera këtu. Është një mënyrë e bukur për të njohur qytetin dhe për të parë jetën e përditshme të banorëve, edhe për të ndjerë mikpritjen e këtij vendi. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe ndihemi shumë mirë. Ne jemi këtu për të promovuar Shqipërinë dhe veçanërisht Sarandën. Kryesisht për lokalet e natës që ofrojnë muzikë të mirë dhe atmosferën. Do e sugjeroj edhe tek miqtë e mi, patjetër. Mendoj se është një vend i veçantë dhe shumë interesant. Pamja që të ofron nga shëtitoria është mbreslënëse. Ne jemi promovues dhe duam që të promovojmë edhe këtë qytet të bukur të Shqipërisë. Plazhet e bukur që ofron dhe sigurisht lokalet që ofrojnë. Me kombinimin e detit, shëtitores dhe mikpritjes së banorëve, Saranda Viju do mbetet një qytet që ofron jo vetëm pushime, por edhe një përvojë të veçantë për turistët që e vizitojnë. Në qarkun e Gjirokastrës vazhdon korrja e grurit, edhe pse fermerët flasin për një prodhim të kënaqshëm këtë sezon, sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë janë më të pakta se një vit më parë. Kostot e larta të prodhimit dhe vështirësitë në tregtim mbeten sfidat kryesore të sektorit. Korrja e grurit ka hyrë në fazën më intensive në fushat e qarkut Gjirokastër. Kombanjat po punojnë për të mbledhur prodhimin, i cili këtë vit paraqitet me rendiment të kënaqshëm, fal kushteve të favorshme klimatike. Megjithatë, pas një sezoni të mbar, fshihen problematika që vijojnë të shqetësojnë fermerët. Ka mbjell 5 hektar me këtë vit. E shoh që do i dorë nga gruri. Është tregu i dobët. Nuk mund të shesësh grurit sot me 25 lekë. Po këtu duhet pak ndryrja që në momentet caktuar, nga kjo periudhë deri në këtë periudhë, për mendimin tim, dogana duhet të ngrej çmimet e grurit, që të japim çik prioritet shitjes së mallit të vendit dhe pastaj le ta vazhdoj se normale që drithi nuk prodhohet që të përballoj vendin. Drithi e vendit këtu. Po këtu ngelet fare se vjen shumë më i lirë. Edhe specialisti bujqësisë Balil Bineri konfirmon se rendimenti këtij sezoni është i kënaqshëm. Sipas tij, megjithse kushtet kanë favorizuar prodhimin, sipërfaqet e mbjella me grur kanë pësuar të kurrje krahasuar me vitet e kaluara. Korrja e grurit ka arritur diku në mesin e sipërfaqes, në gjysmën po e quajmë sipërfaqes së korrur. Prodhimi ka qenë i kënaqshëm këtë vit, pasi përveç për kujdesjeve të fermerëve, këtu ndikon shumë tek kultura e grurit, ka një veçanti që janë edhe kushtet e motit për disa periudha. Po ashtu pastaj të gjitha hallkat e tjera kanë qenë të vlerësuara nga fermerët, afërsisht pritet një rendiment diku tek 35-38 kuintal për hektar grur. Këtë vit janë mbjellë rreth 600 hektar me grur. Grumbullimi i prodhimit dhe tregtimi patjetër që kanë ndikimin e vet, sepse ato lidhen me tregun dhe tregu pastaj ndikon ndjeshëm edhe tek prodhimi, e dikton në një masë të madhe. Përgjithsisht për grurin nuk ka pika grumbullimi, ndërsa për misrin janë vetë kultivuesit e misrit të cilët kryesisht kanë krijuar, kanë ndërtuar disa pika magazinimi, bëhet fjalë për produs të mëdhenj të grurit. Cilësia është e mirë, madje cilësia mund të jetë më e mirë se sa gruri që importohet, por problemi është tek kosto e prodhimit. Ai grur që vjen nga importi ka një kosto më të ulët se sa gruri ton, për hir të janë disa problemet, që nga copëzimi i sipërfaqeve, çmimi mbështetja e kësaj kulture, problematikat që mund të ketë tek mobilimi tokës. Ka një numër shumë të madh fermerësh të cilët prodhojnë grur vetëm për veten e tyre, pra mbjellin me dynim, 4 apo 5 dynim, ndërsa fermerë të mëdhenj që kemi në qarkun ton nuk janë më shumë se 70 deri në 100 fermerë, kryesisht në loginën e Gjirokastrës, në zonën Dropull Libohov dhe
një pjesë në fushën e Memalia. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, kultivimin e grurit e vazhdojnë rreth 70 fermer. Ata shpresojnë që përmes politikave mbështetëse dhe krijimit të një tregu më të sigurt, kjo kulturë do rifitojë interesin e fermerëve. Në Bashkinë e Libohovës ka nisur procesi vaditjes së kulturës së misrit, një nga aktivitetet më të rëndësishme të sezonit bujqësor. Sipas specialistit Filip Zëra, puna po vjon normalisht me vaditjen e parë të kësaj kulture, ndërsa për shkak të disa problematikave në sistemin vaditës po punohet për një organizim më të mirë të shpërndarjes së ujit për t'u përgjigjur nevojave të fermerëve. Në Bashkinë e Libohovës prej disa ditësh ka nisur një nga proceset më intensive në sektorin e bujqësisë, ai vaditjes së kulturës kryesore të misrit. Kjo periudhë konsiderohet thelbësore për mbarvajtjen e prodhimit bujqësor dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm nga fermerët dhe strukturat përgjegjëse. Sipas specialistit Filip Zëra, aktualisht procesi po vijon normalisht, duke u fokusuar në vaditjen e parë të kësaj kulture bujqësore. Ai thekson se deri tani situata paraqitet e qëndrueshme dhe pa problematika të theksuara në pjesën më të madhe të territorit. Ka ditë që ka filluar sezoni vaditjes, ditët e para për shkak të kërkesës pati një anomali në shpërndarjen e ujit, pasi kërkesa ishte më e lartë. Por kjo u stabilizua që ditën e ditë të fillimit dhe puna vijon normalisht. Nuk ka përfunduar ende vaditja e parë e kësaj kulture, por gjithë sistemi i bordit kullimit dhe i bashkisë është në gatishmëri. Megjithatë, në sistemin vaditës të kësaj bashkie ekzistojnë disa zona problematike për furnizimin me ujë. Për këtë arsye është hartuar një grafik i detajuar për shpërndarjen e ujit, me qëllim garantimin e një vaditje sa më efikase dhe të barabartë për të gjithë fermerët. I përket zonave problematike që kemi pasur në sistemin vaditës, në bashkinë tonë zonë problematike është zona fundore e kanalit V2 që përkon me fshatin Nepravisht, për shkak të fermerëve dhe numrit të lartë të prizave. Në zonën e Libohovës, sasia e ujit në këtë zonë është më e pakat. Ne kemi bërë një grafik me bordin e kullimit, ku në orët e pasdites, në zonën e Libohovës kufizohet vaditja. Mbillen prizat dhe fuqizohet zona fundore. Kjo na ka rezultuar me sukses dhe fermerëve u shërbyer në kohë. Me vëmendjen e përqendruar te ruajtja e rendimentit të prodhimit, fermerët e Libohovës vijojnë punën në parcelat e tyre, ndërsa menaxhimi sa më i mirë i burimeve ujore mbetet një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit bujqësor dhe sigurimin e një sezoni të mbarë. Shoqata kulturore Finiq si vjet kremton jubileun e saj të 20 gjatë muajit gusht, por edhe në vjesh do të organizojë aktivitete të larmishme të folklorit dhe të traditës vendase. Finiqi është fshati më i madh për nga popullsia në zonat që banon minoriteti etnik grek. Natyrisht, qaseti më i madh i tij është parku arkeologjik, por ai njihet për folklorin, traditën dhe doket e tij të pasura dhe të shëmbullshme. Para 20 vitesh u krijua shoqata kulturore e Finiqit, e cila u ndërrua me çmim të parë në një festival folklorik që u zhvillua në kryeqytetin grek Athinë në vitin 2007. Ishte përsëri në atë kohë artisti i njohur Irini Kiriaku, e cila u bashkua grupit polifonik të fshatit të saj. Shoqata jonë si vjet mbush plot 20 vite, është krijuar në vitin 2006 me kryetar të shoqatës Ziso Lucin. Shoqata jonë ka marrë pjesë në shumë aktivitete të ndryshme që janë bërë dhe në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Bilena Athinë kemi marrë vendin e parë me këngëtaren Irini Kiriako me një këngë polifonike e kënduar nga ajo dhe nga grupi polifonik i Finiqit. Ka qenë gjithmonë prezent sa herë kemi ftuar, ka qenë gjithmonë afër nesh. Nuk ka harruar rënjët e saj dhe nuk ka harruar që është një finiqote. Përpos sukseseve të deri tani me shoqata kulturore e Finiqit, ka planifikuar aktivitete të larmishme gjatë muajit gusht dhe stinës së vjeshtë. Si çdo vit në gusht, në datën 15 gusht, shoqata organizon një mbrëmje shumë të bukur me valle dhe këngë tradicionale të zonës të Finiqit. Kemi në plan që të organizojmë dhe një videoklip në parkun arkeologjik të Finiqit. Ajo do bëhet më vonë nga muaji shtator.
Jemi të ftuar dhe në disa festivale të tjera. Përpiqemi të jemi gjithmonë korrekt dhe të marrim pjesë në të gjitha këto festivale që organizohen, mos të harrojmë prejardhjen tonë, mos të harrojmë traditat tona. Përveç shoqatës kulturore të Finikit, në këtë njësi vendore kultivojnë folklorin dhe 4 shoqata të tjera. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.